jetën në genocid si kohë nuk kemi përkur asnjëherë. Ajo paduk është shqiptarë. Prizren, 1675, u bashku shqiptarët e 5.000 jetëve për mos të rritë të pini në projën e tonë. Dhe Tiranë, duhet një identitar, por mos të rritë prati shumë në tonë shqiptarë. Dhe të hormetën, ne jemi bunë pozitën e jetës të sovranitetit të popullit tonë. Ne në rëthana u genocidi vazhdojnë, por unë desha që të diçka që nështë nuk e dini, dhe historiografia komuniste e kam qetë, diçka tepër të rëndësishme. Kur s'pa pamërzia e Shqipërisë, e di shumë mirë, që u hoqën nga trungull i Shqipërisë, shumë pjesë të saj, dhe që Shqipëria jonë sot është një pjesë. Por, në kohën e fashizmit italian, patriotët, pasardës të linjës së Prizrenit, luftuan fashizmin dhe divizimin në kolektivit të Perëndimit. Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria e shqiptarëve. Ato shparën e një parësi në Shqipëri. U komu dhja e tyre Prizrenit dhe patriotët me Di Bashki, Petri Periani, Recep Mitrovica, Atilit Kumpaniu, e tjerë. U njoftë nga shumë shtete, Shqipëria neutrale me kufisë si ka pasë. Dhe projekti për plimin e Partisë Komuniste Shqiptare ka qenë fotografi e cila ka qenë disciplinë. Këtë fotografi e njoftë shumë vendeve, Gjermania, Vatikani, Zvicra, Kroacia.
Napoli pa recuperazione di questo. Rivolta la presenza per Napoli. Sul set si sta con questi di